Zëvica më tha, pse ti i thirë krejt komplet live uranin sonë dhe s'pethir me nga tregu kënë mbështet? Se urani o flajt për momentin të ashtë do më qove. Uran... Pak ma vonë ju kalzoj për këtë epizod qesharak ku Uran Ismaili po flinte kur e thirin telefon Ermal Panduri. Kjo ngjarje ka ndodhur para një 3 ditëve. Derisa gazetarët janë konë të ju shty me pushtetin, Albin Kurti është konë dikun Bajgor të i bo fushat, e nën kryetari i partisë kryesore opozitore është konë të flajt. Përgjithsisht, zgjedhjet që janë moj dje munden me u cilësu zgjedhjet lira, po jo dhe zgjedhjet ndershme. Kurse në një shoqëni demokratike zgjedhjet duhet më konë edhe të lira, edhe të ndershme. Në fakt që shtu quhen ato. Zgjedhjet janë të lira kur çdo kush ka drejt me votu, ka drejt edhe me u votu. Pra, edhe me konë të lirë me u zgjedh, edhe me zgjedh. Kurse zgjedhjet janë ndershme kur subjektet politike ose kandidatët e tyne janë të barabartë në garë. Nëse ai që e ka uzurpu karrigën e kryeministrit dele thot 2 ditë para zgjedhjeve se ai ka minimu me gronte qeveritare veç kandidatet e partisë tij që i fitojnë zgjedhjet, atëherë këtu nuk janë zgjedhjet ndershme. Nuk janë të ndershme as atëherë kur 2 komuna të rëndësishme strategjikisht si Fush Kosova dhe Obiliqi blehen prej partisë në pushtet me korrupsion klasik, duke i punësuar kek rreth 1000 qytetarë të asojane cilë pastaj në këmbim ja dhojnë kandidatit kësaj partije votën. Qysh edhe u pa, edhe Fush Kosova edhe Obiliqi fitun për pak, kurse kjo për pak u mundësu prej punësimeve ilegale, kriminale. Rasti ma e klatant është Bardhi i Madh, ish Bellaqevci, një fshat i madh në Kosovë, i cili për 4 vjet kaloi plotësisht nga LDK-ja në vetëvendosje, kryek put për shkak të punësimit të rreth 100 banorëve të këtij fshati. Ngjashëm ka ndodhur edhe në Biliq. Nuk është larg prej kësaj skeme e prej kësaj mundësie as Mitrovica me minjerat e saj. Me fjalë tjera, ti shkon termocentrali Kosova A dhe B në Rahovec, sot Rahoveci e Suareka i kishin pas kryetarët e vetëvendosjes. Pra, demokracia vdes jo atëherë kur pushteti i blen krejt votust, krejt gjyqtarët, krejt gazetarët, krejt prokurorët, krejt opozitarët. Ajo vdes kur pushteti i blen veç disa. Ka pas abuzime edhe në të kalumen, po tash abuzimi po bëhet në mënyrë shkencore, metodike, mendume. Vetëvendosje e ka shënuar një ramje në votën nacionale, ama po rritet edhe po konsolidohet në komuna. Tash jena në fazën ma kritike të zhvillimit demokratik të vendit tonë, ose të vdekjes demokracisë. Është e vërtetë që vetëvendosje prej qyteteve të mëdhaja aktualisht e ka veç Gjilanin, Mitrovicën edhe Podujevën. Mirë po gjithashtu është e vërtetë që në ballotazh vetëvendosja është konë në Prishtinë, në Pej, në Gjakov, Prizren e partije dytë o konë Ferizaj. Mas 4 vjetëve në radhë, për me ra, në durët vetëvendosjes kanë më konë Peja e Gjakova. Mengelja nuk po çlirohet, ajo po shtrëngohet. Kurse ka marrë një moment që kur të mrrim në një tipping point, zhvillimi është shumë më i shpejt, degradohet shumë më shpejt se sa ritmi 4 vjeçar i ciklit zgjedhjeve. Bie fjala në vitin 2027, në pjesën e parë të këtij viti gjykata kushtetuese ka me met pa kvorum, gjë që ja hap rrugën Kurtit me vazhdu me operu me dur të lira pa pas kasavet çfarë po thot gjykata kushtetuese. Ajo që ka dëgjuar në fillimin e kësaj video, edhe literalisht edhe metaforikisht e tregon gjendjen e pozitën e le të themi partive ish opozitare përballë inkursionit Kurtit. Uran Ismaili është konë të i flajt në kuptimin e parë të fjallës, kurse PDK dhe LDK janë të i flajt në kuptimin e dytë të fjallës. Ato po knaqen me një fitore pothuajse me fat në Prishtinë e me një fitore të fundit në Peje, Prizren, edhe në Gjakov, derisa aty konkuron Ardian Gjini. Në momentin që është Ardian Gjini, zgatja dorën në vetëvendosjes. Rezultati i zgjedhjeve dje duhet me u lexu, nuk duhet me u shiku.
Nëse e lexon me kujdes, e shes që vetë vendosje është shumë ofër, absolutisht shumë ofër me e marrë krejt Kosovën. Përveç disa gjepave, komunat vogla, cilat edhe ashtu nuk ka me provu me i marrë, sepse i dojnë për dekor për me improvizu demokracinë. Memli e Lumiri janë humsit më të mëdhenj zgjedhjeve të djeshme. Kanë fitu disa individ brenda këtyre dy partive, po kryetarët e partive kanë hup. Këta prom janë mshef mas fitore për parim Ramës, Shaqirtotës e Gaz Muhaxherit. Që kurse si, këto fitore nuk janë kon fitore tëne. Këto janë kon fitore individuale të në tri figurave. Qysh ka thonë Kennedy, fitoria i ka 1000 baballar, humbja është jetime. Lumir Abdigjiku është përgjegjës për Fush Kosovën, për Obiliqin, për Podojevën, për Gjilanin, kurse fitoria në viti është fitoria fundit, me fat gati. Memli Krasniqi është përgjegjës për kaosin politik të PDK-s në Drenic, po flas për Drenosin. E gjithashtu është përgjegjës për zhdukjen e PDK-s për Soarekës, për Raovecit, për Malisheves, për Podojeves, për Gjilanit, për Kamenicës. Kur çdo që e ka po filmin Don't Look Up të DiCaprios, kisha me ju thonë që gjendja dy partive kryesore opozitare është e përafërt me gjendjen e tokës edhe të njerëzimit në atë film. Për mos me pa kataklizmën që po avitet, mënyra vetme është mos me këqyr. Pra me vazhdu me jetu, kishe kur gjon nuk po ndodh, derisa realitetit përplaset për fytyre. Problemi është që kur të vdesin PDK dhe LDK, te na vdes edhe demokracia. I hapet rrugë përfundimisht qeverisjes se një njeriu dhe një vullneti politik. Sponzor të videove të mia tashmë që dini është Mobisim, është Riga Farm, Jysk Kosova, Kafe, Pavin edhe Buzhala Estate.